reforma territoriale. Çfarë synohet me këtë reformë 2.0? Sot kemi 61 bashki. Majoranca synon ruajtjen e këtij numri apo uljen, ndërkohë që para 2 viteve opozita hodhi idenë që mund të shkonin deri në 90 bashki. Unë besoj që pak rëndësi ka pa folur kush do jetë rezultati. Ajo çfarë është rëndësishme në këtë moment është procesi. Spari më vjen shumë mirë që opozita ditën e djeshme ka reflektuar për sa i përket rolit vet në komisionin e posaçëm. Unë besoj fort që koha që ne kemi përpara është e shkurtër, të gjithë aktorët duhet të jenë të përfshirë, dhe kur unë këtu flas për aktorët, nuk flas vetëm për aktorët politik në parlament, por flas për shoqërinë tërësi, flas duke filluar që nga institucionet, që nga bashkitë, qarqet, por patjetër shoqëria civile dhe grupet e interesit. Dhe unë besoj që muajt që ne do të kemi përpara janë shumë të rëndësishme për të krijuar një platformë të shëndetshme ku merren konsiderat patjetër të gjitha qëndrimet, sepse reforma territoriale vetvetiu do të përcaktojë jo thjesht një ndarje administrative të territorit, ku ne ndryshojmë kufit, por ne duhet të konceptojmë në vetvete se si ne i perceptojmë bashkitë për dekadën e ardhshme ose dekadat e ardhshme. Kështu që procesi është shumë i rëndësishëm. Pra mos të jetë për të maksimilizuar votën. Këtu e kisha pyetjen. Pra të jetë shiko, maksimizimi votës, ne duhet të kuptojmë që ne sot kemi 2 nivele, po e quajmë të autoriteteve lokale. Maksimizimi i votës nuk ka të bëjë detyrimisht me kufit e bashkive, sepse sot vota është ndarë në nivel qarku. Shqipëria sot, edhe nga pikpamja e kodit zgjedhor, është ndarë në 12 zona zgjedhore, të cilat përkojnë me 12 qarqet e vendit, dhe përsa i përket bashkive brenda një qarku, nuk është se ka efekt direkte nga pikpamja elektorale, sepse vota llogaritet në nivel qarku, nuk llogaritet në nivel bashkie. Flasim për zgjedhjet parlamentare. Ndërkohë për zgjedhjet vendore patjetër që ka të bëjë me territorin e bashkisë. Unë jam dakord me ty. Dhe prandaj unë gjithmonë them që kjo duhet të jetë një reformë e cila duhet perceptuar si një reformë që bazohet pikë pari në eksperiencën e deri tanishme. Jo thjesht të reformës fundit 10 vjeçare, e cila është implementuar nga 2015 në vazhdim, por duke marrë në konsiderat 3 dekadat e fundit, ku ne shohim se si pushteti vendor është zhvilluar, duke marrë në konsiderat sfidat që ai ka pasur, duke marrë në konsiderat në të njëjtën kohë dhe ato çfarë ne mund t'i parashikojmë, duke filluar pse jo dhe nga lëvizja demografike, e cila është shumë e rëndësishme për të le themi për të ndërtuar bashkitë të cilat kanë fizibilitet në territor. Dhe unë mendoj që proceset që ne kemi përpara e bëjnë shumë të rëndësishme reformën territoriale, sepse sfidat që ne do të kemi për vendin, sidomos duke marrë në konsiderat procesin e integrimit, do të jenë shumë të mëdha për institucionet dhe aq më tepër për bashkitë, sepse një pjesë e mirë e detyrimeve që vinë si rrjedhore procesin të integrimit duhet të përkthehen në nivel vendor dhe bashkitë duhet të kenë kapacitetet e duhura për të arritur që të absorbojnë përgjegjësitë e reja, por mbi të gjitha dhe për të kapur standardet që ky proces do të kërkojë. Dhe në të njëjtën kohë ne duhet të kemi dhe institucione të cilat do të jenë gati për të maksimizuar përfitimet që vijnë nga procesi i integrimit, sepse nëse ne flasim për fondet e kohezionit, ku bashkitë nesër do të kenë hapësirë për të konkuruar